Bosnia ka bërë hapa pozitive muajt e fundit që mbështeten pa hezitim nga Brukseli. Përfaqësuesit më të lartë të institucioneve europiane nxisin vendin që të kryejë reformat e mbetura për t'i hapur rrugën aplikimit të kandidaturës europiane të Bosnjës. I have welcomed a number of recent positive developments in Bosnia and Herzegovina. Përgëzoj një sër zhvillimesh pozitive që janë bërë në Bosnjë, duke përfshirë këtu ligjin mbi ndihmat shtetërore, ligjin mbi censusin, si edhe marrëveshjen për kuadrin fiskal global, hapat kryesor këto për integrimin evropian të vendit. Por që Bosnja të realizojë perspektivën e saj europiane, duhen bërë më shumë përpjekje. Theksoj veçanërisht ndryshimin e kushtetutës së vendit në përputhje me Konventin e të drejtave të njerëzit. Kjo është thelbësore për hyrjen në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asociimit. As an essential part for our stabilization and association agreement so that it can enter into force. Kryetari I presidencës së Bosnjës, Bakir Izetbegović, është shprehur optimist se këto hapa do të realizohen brenda disa muajsh edhe me komplikacionet që Bosnja trashëgon nga marrëveshja e Daytonit. Qëllimi ynë është që të kryejmë punën që mbetet në mënyrë që të prezantojmë aplikimin për anëtarësim në Bashkimin Evropian në fund të qershorit. Bosnja është një vend I komplikuar. Ish republikat e Jugosllavisë janë më të shpejta se ne në integrimin evropian. Ne mbajmë mende barën e historisë së luftës. Një nga rrjedhojat e saj është se marrëveshja e Daytonit I lejon më pak se çerekut të parlamentarëve të ndalojnë gjithçka në parlamentin e Bosnjës. Në këtë kushte nuk është e lehtë që ne të ecim me shpejtësinë që dëshirojmë. We have this Dayton agreement which allow less than quarter of parliamentarians to stop whatever they want in Bosnia and Herzegovina parliament. So in such circumstances, it is not easy to make progress as fast as we would like. Izetbegović ka marrë një mbështetje të fortë edhe nga Parlamenti Evropian, duke vënë në dukje se arritjet e fundit janë për herë të parë një produkt I përpjekjeve të brendshme të vendit. President Izetbegović explained us the term integration. Presidenti Izetbegović na foli për termin integrim dhe si e kupton ai procesin e integrimit në vendin e tij dhe I thash se kjo është ajo që na nevojitet edhe në Bashkimin Evropian. Më shumë integrim dhe më pak çintegrim. More integration and less disintegration. Those were our obligations. But what is important? Ajo që është e rëndësishme është që për herë të parë pas Daytonit, hapat që kemi arritur janë krejtësisht një produkt I brendshëm. Completely our product. It is something achieved by domestic efforts. Reformat në Bosnjë janë përkrahur dhe nga presidenti I Bashkimit Evropian, Herman Van Rompuy.